nëse duam ta konceptualizojmë atë që ka ndodhur më përmendja prej vitit 2019 në Kosovë, nga aspekti i krizave, atëherë mund të them që 3 kriza na kanë ndodhur në 4 parë zgjedhje për 7 vjet. Dhe që të 3 krizat e kanë pas formë edhe arsye themelore për pjekjen për mos pranim të rezultatit zgjedhor, ama saktë me thonë është edhe për pjekje për përmbysje të rezultatit zgjedhor si reflektim i vullnetit të popullit. Kriza e vitit 2020 e ka pas formën e daljes së LDK-s nga koalicioni me vetëvendosjen, edhe përmes bashkëpunimit me PDK-n rrëzimin e qeverisë Kurti 1, pra një mos pajtim që kryeministër me qenë Albin Kurti, edhe një mos pajtim që populli pse ja ka dhënë mandatin lëvizjes vetëvendosje me qeverisë. Kjo më mërmendja që ka qenë thelbi i krizës së parë. Tashu nuk du të hyjnë gjitha krizat e Kosovës, se me nisë për vitit 2001 me siguri kanë qenë edhe tjera, po unë po flas vetëm prej momentit kur ka fitu lëvizja vetëvendosje. Kur ka dalë e para në zgjedhje lëvizja vetëvendosje, na ka ndodhur 3 kriza. Kriza e dytë ndodhi nga bashkimi i të 3 partive politike, i 3 grupeve më të mëdha politike opozitare, për bllokimin që të themelohet qeveria Kurti 3. Dhe këtë blokadë e pam për gjatë gjithë vitit 2025 deri në dhjetor, kur u majtën zgjedhjet e fundit. Cili ishte qëllimi? Mandati ishte i qartë, lëvizja vetëvendosje i fitoi mbi 42%. Populli tha kryeministër duhet me qenë Albin Kurti, dhe faktikisht u pamundsu. Kjo, prej shkurtit të vitit 2025 deri në dhjetor, kur kjo krizë, kjo blokad e grupeve parlamentare, opozitare na çoi në zgjedhje si modus i daljes nga kjo krizë. Sepse shteti këtë mekanizëm i ka. Ai parasheh edhe mekanizma të daljes nga kriza. Ose kime qeni suksesshëm në zgjedhjet në institucioneve, ose ato pastaj në këtë rast parlamenti shpërbëhet edhe vendi shkon në zgjedhje të reja. Dhe kriza e tretë është kriza të cilën po e kalojmë tash. Kjo është bashkimi i subjekteve parlamentare këto opozitare për me e shfrytzu çështjen e presidentit që përmes pamundësimit të kuorumit të çojnë në zgjedhje. E cila është shpresa e tyre është që përmes kësaj, përmes shfrytëzimit të institucionit tjetër, të një institucioni tjetër në këtë rast, që është presidenti, që nuk ka lidhje me qeverinë, me mujt me rrëzu qeverinë. Kjo nëse dojmë me citu Machiavellin, i bjen me shku shumë larg. I bjen me shku shumë larg në betejën politike, me shfrytzu edhe një pozitë shumë të nderuar, siç është pozita jonë më e lartë, që e parasheh kushtetuta për me rrëzu pozicionin e qeverisë edhe të kryeministrit. Mendoj që të 3 krizat e kanë qëllimin e njëjtë, por me metoda të ndryshme. Në krizën e parë u modifiku koalicioni qeveritar për me rrëzu qeverinë, në krizën e dytë u pamundësua vetë krijimi i qeverisë,
për shkak se numrat nuk shkonin deri më shumë se 57 dhe 58 ndonjëherë. Dhe kjo kriza e tretë është që me pamundësu kuorumin e presidentit për merdzu qeverin Kurti 3. Mu ma mërmendja që i njëjti qëllim është. Në të trija këto. Unë e di që politika, le të themi, i ka mjetët e veta. Po unë e di që politika duhet me pas edhe një minimum të integritetit. Edhe një minimum të integritetit. Nëse nuk kemi respekt për njëri tjetrin, nëse na ka hup krejt respekti vetëm për neve me të tjerë, edhe që po mungojnë, po tek e fundit që ndojmë statusin e njëjtë. Dikush në qeveri, atje dikush si i përfaqësues i popullit, si deputet, prapë se prapë ndojmë këtë hapësirë, sepse këtu e përfaqësojmë popullin, ne si ekzekutiv edhe deputetët si legislativ, prapë se prapë integritetin politik du të më na ardhë për respektit të popullit s'pako. Për respektit të atyre që janë qumë me votu, e kanë marrë mundin e tyre me kry obligimin më të lartë kushtetues, e kanë shpreh këtë vullnet, edhe ja kanë dhënë mandatin e qartë qeverisë. Përmes metodave tjera që kjo po don murdzu tash. Edhe është shumë interesant kur po don murdzu. Po don murdzu pas 4 muajve. Se unë e kuptoj kur dzohet para mas 2 viteve, mas 3 viteve, e kuptoj kur ki përpjekje serioze me rëzuni qeveri, kur ka plas një skandal shumë i madh, i cili e përfshin krejt shtetën e, krejt shoqërinë, një skandal që nuk mundet me përbi as populli. Organizohen krejt edhe në rregull, në Evropë ndodh shpesh. Edhe kemi pa kësi raste. Është krejtësisht në suaza të zhvillimit normal të politikës. Edhe këto janë mjetet që i ka politika. Por kur populli ta ka kallëzu qartë se cilin mënyrë meritore, vendin e tij, edhe fuqinë e tij politike, mas 4 muajve mu qu edhe me shfrytzu një mjet të tillë politik për me erxu një qeveri e cila jo vetëm që populli e ka përshëndet, se aja ka përshëndet mas pari me votën e vetë, s'ka pas nevojë me bot deklarat për shtyp. Populli e kryen këtë obligim me votën e vetë. Por edhe në planin ndërkombëtar për gjitha qeverive në Evropë të miqveton, o përshëndet një qeveri me legitimitet të freskët, e sa po dalë prej zgjedhjeve, në planin ndërkombëtar të cilën e presin shumë procese të rëndësishme. Kjo qeveri po synohet murdzu me president. Tash. Kjo është përshkrimi i asaj që po ndodh. Sepse në çdo fazë në për cilën po kalojmë, ma mërmenja që përshkrimet e sakta edhe e vërteta janë ato që mas shumti na ndihmojnë në këtë situatë. Dhe tash do ta shtrojmë një pyetje, e cila për mendimin tim është esenciale në këtë. Pe kuptojmë qëllimin, po a dini me na kallëzu pse? Se deri tash u morëm vetëm me shpjegimin e formës së qëllimit. Ka njerë me thonë qëllimi është kë, nuk do me thonë që e ke shpjegu qëllimin. Dhe tash do të më shtru pyetjen pse kjo përpjekje e vazhdueshme, e pandalshme, e sidomos kjo tash se ma shumë ka pas kuptim vjet çka ka mbo. Si vjet, do më thonë, si vjet populli e përcaktoi një situatë pa ekuivoke. Se vjet, ata 62 numra i kam pas vjet. 62 numra i ka pas opozita vjet. Moj ke me bo qeverin, nuk dëshën me bo qeverin.
E tash sikur ekuivalenti asaj që vjet mujshin me bo qeverin, e nuk dëshin me bo qeverin, tash jemi në një situatë kur mujnë me pas president, edhe nuk po dojnë me pas president. Por që ata e qujta ma herët, është qëllim i njëjtë, por me përdorim të metodave të ndryshme. E kur jemi tash të arsyeja ma bazike, për me dash me zbërthy deri në fund, qëllimin e tyre, le të shtrojmë disa pyetje. Dhe pyetjet janë këto, se ka njëherë përgjigjet ma të sakta janë pa u përgjigj. Përgjigjet ma të mira vinë të më mujt me aqëllu pyetjes së duhur. Dhe pyetja është kjo, a thu, të supozojmë, të mundohemi të hymë logjikën e tyre pse. A thu të gjitha këto parti politike presin që nesër, kur të mohat zgjedhjet, lëvizjave të vendosim i pas 13% ose 17%, e këta mi pas 51%. A mund tjetë kjo arsyeja? Se për diçka ti shkon zgjedhje. A mu gjithë kush ma mërmenja që e dënë me ndërtu një diçka racionale. Qëllimi du të me konë, spako du të me pasat karakterin racional, natyren racionale du të me pas qëllimi. Me qëllimin e tyre mos mu pajtu fare, po du të me pas një struktur spako racionale në kuadër të kornizave tradicionale politike, le të themi kështu. Edhe po mundohemi me zbërthy. A thu, menojnë ata, që për 4 muaj, ajo që është kështu, kthehet kështu. Unë për vete, se i një, ju veç kështu po i një dhe personalisht, unë për vete, zbesoj që ata besojnë. Në këtë. Zbesoj që besojnë. A kanë sondazhe, edhe a kanë dhona ma objektive që kanë ndodhë? Kanë sondazhe. I kanë informatat e sakta që kanë ndodhë. E që është e mundshme pra, dhe këta për pyetje për bën këtë populli ma mërmenja, edhe të qytetarë, që është e mundshme mi ditë krejt parametrat e situatës, edhe prap me e bo të njëjtën. Edhe atëherë po ma mërmenja që të tash të ju përgjigj këtyne pyetjeve, po vim pak deri te një qartësim ma i madh i kësaj, pse është qëllimi nëse po me rëgju qeverin Kurtit. Tek e fundit kjo është një farë legitimiteti në politikë kështu, me rëgju një qeveri. Po nëse duam të shkojmë deri te arsyeja ma e fundit, mu po m'del vetëm një nihilizëm politik shumë fatkeq. Shumë fatkeq për Kosovën. Me pasoja të cilat ne nuk mund t'i parashikojmë. Tash për tash. Qëllimet po i dim. Po hapësira në të cilën do të na hedhë këtë qëndrim, ko lëvizjave të vendose i bëri të gjitha, çka kërkohen prej saj. E në fund, me një mandat shumë të fuqishëm demokratik, të legjitimimit të pushtetit politik, prap e bëri edhe hapin e fundit. E tash, me siguri që të gjithë pyesin, po pse nuk propozojnë ata? Ndonjëherë po dëgjojmë që është vonë, ndonjëherë po na e kthejnë me akuzë se është vetëm lojë, edhe me siguri që në kokën e juaj secili mundi me pas edhe 2-3 arsye tjera të cilët i keni dëgjuar prej grupimeve politike. Por, qysh mundet me qenë vonë? Nëse ti e din që vetë vendosja nuk mundet me zgjedh presidentin vetë, e ti e din prej vjetëshit që kime ardhë me 5 prill,
edhe prej vjetëshit nuk e mujt me orderit e një emër, kush si pas juve e kish meritu këtë pozicion nëse nuk qenë ka glau konjufca? Qfar voni kjo? Vonë me thonë është marrë. Vonë është eufemizëm për mos përgaditje. Me thonë këtë ras vonë. Për çka janë partitë politike? Ato ulen, diskutojnë. Bile njëri për partive opozitare halane pa ardhën në këtë deregje, se institucione, pa tani intervistën e ti, 4 tema dhe janë shumë të rëndësishme. 4. Edhe i që i ke dorën, edhe i ke presidenti është prej vjetëshit, po na përgadit për qëtë situatë. E kur po vjen puna, me lëshu pe, edhe me bo kompromisin vetë vendosja, po thu vonë, kjo është me të vërtet diçka për cilën ma mërmenja që në 2 kriza i kanë marrë po ma mërmenja 2 përgjigje. Ajo që ka po del e vërtet është vetëm një. Këta pe lypin edhe përgjigjen e 3. Që shpo duket për i qytetarëve. Edhe populli jonë thojnë çka te lypsh e gjonë. Kjo është ajo që ka është duke ndodhë. 2020 e kanë marrë përgjigjen 2021. 2025 për shkurt e kanë marrë përgjigjen dhjetor. Tash pëdojnë një përgjigje. Pëdojnë edhe një përgjigje. Kur jemi të mendoj edhe diçka sa i përket frymës të kushtetutës, edhe se çfarë presidenti duhet të kemi, se cili ma mërmenja që e lexojmë kushtetutën, nuk i ka punë bashkë mirë ai vend ku kushtetutën e lexojnë veç ekspertat. Edhe ku kushtetuta lexohet veç për gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese. Se cili prej nesh që jemi motin në jetën publike, deputet këtu me shumë mandate, po edhe trit që janë tash, gjën e parë që kalojnë për cilën kalojnë kushtetuta ma mërmendja, ligjet, rregullorja kuvendit, sidomos për ata që janë deputet e kështu me radhë. Po kur të lexon kushtetutën edhe mundohesh me kuptu, pse ai dallimi prej 80 deputetëve në 61? A ka naj zbërthim racional të frymës të kushtetutës pse me ndodh kjo? Do eksperta kur janë ule kanë shkru, e aty unë e di që edhe më kujtohet, sepse është nda pastaj edhe prej delegacionit ton, prej ekspertave ton, që kanë marrë pjesë drejt për drejt, profesor eminent edhe të fakultetit juridik, edhe të tjerë, që kanë dhonë kontributin e tyre në përpilimin e kushtetutës, e din që faktorin ndërkombëtar ka pas një ndikim shumë të madh në shkruarjen e kushtetutës tonë. Edhe me propozime konkrete të normave të ndryshme e kështu me radhë. Po kur të lexon edhe e shes strukturën e zgjedhjes presidentit, atëherë nuk ki qysh mos mi bo disa refleksione, të cilat ndoshta janë të rëndësishme për mi nda kësaj radhe. E para është që, le të themi, kishim pas me qenë një tri opcione, tri moduse janë të zgjedhjes presidentit. Opcionin e parë kisha pas me quajt opcion ideal. Opcionin ideal të e subsumon brenda formës së rundit parë. Opcioni ideal është ulen partitë politike e zgjedhin një president i cili është mbi të gjithë. E zgjedhin mirë, kjo reflekton një demokraci shumë të lartë, është verzioni ideal, nuk i nevojë për më bo kohëre me gjitha këto senet në për cilat kemi hy e kështu me radhë. Opcioni i dytë, opcioni optimal.
opcioni optimal. Opcioni optimal ma mërmenja që në çdo shoqëri zgjidhet kur, le të themi, nuk po funksionon opcioni ideal, edhe kalon opcionin e dytë. E cila është kjo formë? Kjo formë është kjo në të cilën e ka propozu lëvizja vetëvendosje. Si fituese e zgjedhjeve me mandat të qartë të legjitimitetit drejt për drejt prej popullit, e kemi zgjedh opcionin optimal, e ky opcion është opozita, pozita në këtë rast, e qet mazhoranca, e qet një person të cilin supozon, për të cilin opozita e ka respektin më të madh. Dhe me qenë se ky nuk u shpranu prej opozitës, kemi kalu në modusin tjetër. Cili është modusi tjetër? Tërhiqet Glauko Njufca, tërhiqem unë. Dhe ja ku i keni vendet për me zgjedh presidentin e Republikës Kosovës. Kur far arsyetimi, as kohor, as përmbajtësor, as lojra, as veprime tjera nuk janë akuza përballë përgjithësisë që e kemi mishmong zgjedhjet e reja. Bashk kur far arsye që jepet prej opozitës nuk peshon më shumë se kjo tjetra. Ti në politik kështu vepron. Ti i qet në peshore dy situata. Është situata kjo kur lëvizja vetëvendosje tërhiqet prej kandidaturave të saj, ja, vendet janë të lira, edhe situata ku ti mendon që zgjedhjet e reja janë më të rëndësishme se kjo, kur veç kanë dalë për zgjedhjeve. Edhe i qet në peshore. Për besë se cili qytetar mund e bën këtë gjykim. Çka peshon, në cilën anë është peshorja. Peshorja është në përgjithësinë maksimale që duhet me pas, secili prej nesh për mishmong zgjedhjet e reja. A opcioni i tretë është opcioni më i keq, atij që i thojnë skenari më i keq i mundshëm. E ky skenar po shfrytëzohet në këto momente për Kosovën. E ky është skenari me shfrytëzu kuorumin e presidentit për me rrëzu një qeveri të sapo zgjedhur. Kjo është opcioni më i keq. Ishte opcioni ideal i pari, ishte opcioni optimal dhe opcioni skenarit më të keq, që kë është duke na ndodh për momentin. A ka mundësi me dalë prej kësaj? Ka mundësi me dalë prej kësaj. Edhe sot, sipas disa interpretimeve që i posh, edhe nesër, ma merr mendja, por gjëja kryesore që do të me thonë, si përfundim, është që të gjitha këto, edhe ato që i përmendi kryeministri, por edhe të tjera që ende nuk i përmendim, po që janë këtu si argumente, për shembull, apo ju kujtohet juve që lidhja demokratike e Kosovës, kur ishte një moment si kë, për me çu qeverin Thaçi 2 në zgjedhje. Mos harroni, na me LDK-n kena mujt me çu qeverin Thaçi 2 në zgjedhje. Tjetër ishte koalicioni 2014-ës. Atëri ka pas 85 vota. Koalicioni 2011-ës ishte ma e vogël se që jena nësët. Ma e vogël se që jena nësët. A mu LDK-ja pati mirë kuptim për qeverin Thaçi 2. Edhe zgjedhi presidente zonjën Jahjaga. U zgjedh presidente zonjën Jahjaga për mos me shku vendin zgjedhi. Kështu ka qenë. Nëse donim ju referu historisë politike të Kosovës, kështu ishte. Edhe nuk ka pas qenë bashkë situate ndryshme. Se ne sa po patëm dalë për i zgjedhi. Sa po patëm dalë për i zgjedhi. Qeveria Thaçi 2, prill bile ka pa, kështu, si koha ka qenë. Prill, edhe bashkë, domthon,
bashkimi ishte i LDK-s me PDK-n për mos me qu venin zgjedhje, me zgjedhni president. Kjo ka pas ndodhur pas dështimit të zotit Pacolli. LDK-ja më pas dosh mu silë si sot, vish pas bu me vetëvendosin, ata nuk i kanë pas votat për quorum. Quorum s'kan mujt me bo. Quorum pa neve jo. Edhe pse, sepse për mja dhonë leksionin e veprimit të cilin vetë ata e kanë konsideru të rëndësishëm. E tash çka po dallon? Përbes po dallon kryeministri tash. Problem me siguri më i madh që është Albini tash. Se sa në vitin 2011. Problem më i madh ky, më i ka përditshëm. Edhe kjo po bën LDK-n më radikale. Në këto përbes kjo është e pashpjegueshme. Edhe për me përmbyll veç po shtoj që unë isha në për disa takime të rëndësishme ndërkombëtare këtë muaj, në për disa samite të rëndësishme ndërkombëtare, po isha edhe në Këshillin e Evropës për me boni përpjekje të fundit për shtyrën e Kosovës përpara, po i bëhet një dëm shumë i madh dhe serioz Kosovës. Mos harroni. Prej një rëson, ndoshta ne këtu pe i vështrimit tonë të brendshëm, pe i demokracisë kogja vibrante që e ka kriju Republika e Kosovës, mundet më po edhe për një aspekti pozitiv, që kemi arrit me ndërtu një shtet i cili ka aso qëndrueshmërie demokratike dhe në këtë mënyrë arrin mi absorbu edhe krizat e një pasnjëshme përmes organizimit zgjedhjeve dhe reflektimit vullnetit politik në legitimitetin e krijimit të institucioneve të reja politike në Kosovë. Kjo është shumë pozitive. Por këto nuk është kontribut i asnjë partie kjo. Por këto kanë kontribu breza tërë me kriju na këtë shtet, i cili mundet me ju qëndru krizave. Kjo është për të përshëndet. Kjo është amaneti i dëshmorëve në fundit. Por, mos harroni, në planin ndërkombëtar, dëmi është katastrofal. Përbes katastrofal. Çdo takim që e ki, pyetja e parë është çka po ndodh me krizën në Kosovë. Pse ju nuk mundi me zgjedh president? Edhe përbes nuk mund mi kuptu arsyet kur ja shpjegoj. Hiç absolutisht. Për ta është e pakuptueshme. S'konceptohet. Nëse ja shpjegon që të pozicion ku jemi tash, sidomos, e kjo ishte pe javës të kaluar, që lëvizja vetëvendosje, tërhiqet, vendet janë të thata, edhe nuk propozohet nga opozita, president, që ai president mu zgjedh, edhe me kriju quorumin, kjo absolutisht nuk mundet më konceptu. Edhe kjo e ka një dëm të madh, sepse Kosova fillon më konceptu si një shtet i cili po ka probleme serioze në kuptimin e ndërtimit të institucioneve të veta. E tash unë nuk e di ky qëllim çfarë kuptimi ka. Kush e formson këtë qëndrim? Që Kosova mu dok që nuk ka kapacitet, mu dok si shtet i dopt, mu dok si një shtet me një qeveri, me një legitimitet, me probleme, me sfida, me të shku pe i zgjedhjeve në zgjedhje, pa parlament, me parlament të shpërbër. Në imagjinatën e kujt është kjo? Kush e imagjinon Kosovën kështu? Vetëm që të pyetje shtronë. Faleminderit.